Nga Bashkimi Demokratik për Integrim në një kumtesë për media, dënojnë ashtë për vendimin e qeverisë për marrjen e kredisë prej 40 milion euro për ndërtimin dhe renovimin e shkollave dhe konvikteve, e që sipas BDI-s në mënyrë të qëllimshme dhe të papranueshme është orientuar pothuajse tërësisht në qytetet maqedonase. Politike pastër diskriminuese, e cila synon të përjashton komunat shqiptare nga investimet kapitale dhe të rikthej praktikat e vjetra të ndarjes etnike të buxhetit shtetëror. Qeveria po merr kredi në emër të gjithë qytetarëve, përfshirë shqiptarët, por investimet po i orienton vetëm për një komunitet. Kjo është padrejtësi dhe shkelje e drejt për drejt e parimeve kushtetuese të barazisë dhe bashkëjetesës. Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon publikimin e menjëhershëm të listës së projekteve përfituese dhe po ashtu sqarimin e kritereve të ndarjes së mjeteve. Nëse kjo padrejtësi vazhdon, qeveria mban përgjegjësi të plot politike dhe morale për thellimin e ndarjeve në vend. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk do të heshtë përballë diskriminimit institucional dhe do të kundërshtojë çdo politikë që synon marginalizimin e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut.